dhe një borxh të fshehur prej më shumë se 700 milionë eurosh, pasi kur ju na dhat besimin, qeveria e mëparshme kishte lënë pa paguar kompanitë e rrugëve, kompanitë e investimeve të tjera, kapitalet qeverisë dhe kompanitë e shërbimeve. Spitalet nuk shërbeheshin më me ilaçe, sepse qeveria nuk i paguante më kompanitë për kontratat. Dhe ne i shlyem gjitha ato borxhe, sot nuk i kemi borxh asnjë kompanie dhe të gjitha kontratat respektohen me përpëri, ndërkohë që borxhin publik e kemi ulur në një normale prej 54% dhe projekcioni ynë është që në Shqipërinë 2030, kur do të jemi dhe antarë të Bashkimit Evropian, do ta çojmë në 50% me një minus të lehtë nën 50%. Këtu jemi tek kreditë e këqija. Kjo ishte situata e bankave në Shqipëri kur ne morëm detyrën. 25% e njerëzve, subjekteve që kishin kredi nëpër banka nuk i shlyenin dot më. Dhe 25% është momenti kur ndizet drita e kuqe dhe sistemi bankar rrezikon të bjeri. Dhe për këtë arsye unë them që shqiptarët duke bërë bashkë në 2013 shpëtuan Shqipërinë nga një humner e dytë pas asaj të 97-s. Dhe për këtë dua t'ju kujtoj të gjithëve se çdo alternativë tjetër përveç Partisë Socialiste është një alternativë e rrezikut për të kthyer përsëri mbrapa drejt të njëjtës humner. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri. Shikoni se si përqindja ka rënë duke u afruar me një sër vendesh të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhurat. Edhe këtu shikoni se si është përmirësuar raporti dhe se si Shqipëria përsëri ka hyrë në një tjetër kategori dhe edhe kjo pasqyrë është një pasqyrë e Eurostatit që është institucioni evropian i statistikave, jo e qeverisë shqiptare. Vazhdojmë. Këtu jemi te tregu i punës. Kemi sot papunësinë më të ulët historike dhe për herë të parë e kemi ulur papunësinë nën 10%, pra e kemi bërë një shifrore. Ka shumë njerëz që thonë që shifra e ulët e papunësisë vjen nga që kanë ikur njerëzit. Lëre pastaj ata që thonë që kanë ikur 1 milion njerëz, se kjo është një nga shpifjet më të mëdha të kënetës, ndërkohë që censusi e tregoi sakt se sa është popullsia sot në Republikën e Shqipërisë, por përqindja e papunësisë nuk matet mbi popullsinë e përgjithshme, po mbi forcat e punës. Pra, nuk ka të bëj fare popullsia e përgjithshme, ka të bëj sa njerëz janë të papunë në tërësinë e forcave të punës dhe për herë të parë ne kemi një papunësi me një shifrore 8.8%. Ndërkohë që tek tjetra është edhe përgjigja për gjithë ata që përpiqen dhe këmbgulin na përqeshin se me demek në këto 3 mandate s'kemi bërë asgjë. Edhe një nga gjërat që thonë është ku i keni ato 300.000 vendet e punës. Kjo shifër është shifra e regjistrit të njerëzve të punësuar në Republikën e Shqipërisë, pra të gjithë atyre që ishin të regjistruar në momentin që ne morëm detyrën dhe që paguanin detyrime në Republikën e Shqipërisë. 1.023.000. Kjo është shifra e regjistrit sot. 1.327.000. 1.327.000, që tani kemi dhe i problem të madh me aritmetikën, se e filluan me 77.42, tani kaluan të 77.6 milion, edhe ne kemi të vështirë të merrni vesh për aritmetikën, po besoj që aritmetika që na kanë mësuar në shkollë tregon që nga kjo shifër tek kjo shifër janë më shumë se 300.000 të punësuar të rinj. Vazhdojmë. Këtu jemi
tek përqindja e të punësuarve me pagë nën 40.000 lek. Shikoni sa ka pasur nën 40.000 lek në momentin kur ne morëm detyrën, kanë qenë gati 60% e njerëzve. Shikoni sot, janë vetëm 14% e njerëzve në punë që marrin pagë nën 40.000 lek. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave, paga minimale ishte 157 euro, sot është 400, në janar të 2026 bëhet 500 dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë 650 euro. Këtu jemi tek rritja e pagës mesatare të përgjithshme, pra paga në sektorin publik dhe paga në sektorin privat, ka qenë 322 euro, sot është 828 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare vetëm në sektorin publik, e cila sot është 1.000 euro nga 372 që ishte, dhe do shkoj 1.200 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Ky është pensioni mesatar, ishte 111, sot është 300 euro, dhe ajo që është e rëndësishme është që në Shqipërinë 2030 do të jetë 400 euro pensioni mesatar dhe 200 euro pensioni minimal. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksimi, është një pikë e rëndësishme, sepse ne kemi çliruar nga taksat qoftë punonjësit në shtet ose në privat, qoftë dhe biznesin e vogël. Tek punonjësit, 57% e të punësuarve nuk paguajnë asnjë taks mbi pagën, ndërkohë që 93% e të punësuarve paguajnë më pak se 10%. Kur ne morëm detyrën, të tërë paguanin 10% mbi pagën. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një pikë që unë e kam shumë krenari, pabarazia gjinore në Republikën e Shqipërisë. Ishim vendi 83 në botë për pabarazi, sot jemi në vendin e 23 në botë, duke marrë parasysh klasifikimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Vazhdojmë. Dhe këtu jemi tek shkalla e papunësisë për gratë, ishte 16.4%, sot është 9.6%. Edhe papunësia e grave ka rënë në mënyrë të ndjeshme. Vazhdojmë. Ashtu si kundër, pjesëmarrja e grave në forcën e punës ishte 50%, ka shkuar në 70%. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare e grave, që si e shihni është rritur proporcionalisht. Vazhdojmë. Këto janë investimet e huaja në raport me rajonin, rritja e Shqipërisë është në Metkuqe, rritja e rajonit është në kolonën tjetër. Vazhdojmë. Këto janë eksportet, për ata që thonë që Shqipëria nuk prodhon asgjë, Shqipëria s'ka bukë, Shqipëri s'ka jetë, nga Shqipëria ka ikur të gjithë. Në të vërtetë, ja çfarë ka ndodhur me eksportet. Shqipëria eksportonte 2.8 miliard, kur ne morëm detyrën dhe eksporton 9.1 miliard me shifrën e vitit 2024. Dhe përpara se të vinim këtu, ishim me Ervinin, takuam dy protagonistë të ekonomisë lokale këtu që kanë qenë emigrant, edhe na tregonin për rritjen e të ardhurave në sipërmarrjen e tyre në bujqësi. Vazhdojmë. Këtu jemi tek biznesi i vogël, ja ku ishte dhe ja ku është këtu, zero taksa, zero TVSH për biznesin e vogël që ka deri 100.000 euro xhiro dhe zero taksa me TVSH për biznesin e vogël që ka deri në 140.000 euro xhiro, dhe siç e kemi premtuar, do të qëndroj kështu deri në 2029, nuk do të vëm asnjë taks tek biznesi i vogël. Dhe kjo ka rëndësi sepse nga ulja e taksave, do nga heqja e taksës për biznesin e vogël, janë 66 milion euro që i janë kursyer njerëzve dhe i janë lënë njerëzve. Ndërkohë që deri
kur ne morëm detyrën, këto 66.5 milion euro i merrte shteti. Dhe plus atyre, këtu jemi tek biznesi i vogël me TVSH, edhe këtu nga azerimi janë 58 milion euro tjera që deri dje i merrte shteti dhe prej vitesh tani më i merr biznesi i vogël. Dhe siç e shihni, të dyja shifrat bashk janë një shifër shumë domethënëse. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pagat, këto janë pagat e mjekëve, disa shumë shpejt, kanë qenë 490 euro, janë 1670 paga mesatare e mjekëve në Shqipëri dhe do të shkojë 2000 euro në Shqipëri në 2030. Vazhdojmë. Kemi këtu është programi kombëtar për fëmijët me nevoja të veçanta, për personat me nevoja të veçanta, etj. Nuk dua t'ju mbaj më gjatë me këto. Dua të them vetëm kaq që për fëmijët me aftësi speciale, siç i quajmë, ku janë fëmijët autik dhe fëmijët e tjerë, ne me buxhetin e parë, duke filluar nga viti 2026, do të dyfishojmë mbështetjen financiare për nënat. Vazhdojmë. Ky është buxheti i ndihmës ekonomike, i cili është trefishuar. Vazhdojmë. Dhe këto janë shërbimet sociale në bashki. E di shumë mirë edhe Juli, e di shumë mirë edhe Ervini, e di në gjithë kryetarët e bashkive, Fadili nuk diskutohet, që deri dje bashkive nuk i ishte dhënë mundësia të jepnin asnjë shërbim social. Sot 100% e bashkive kanë rrjetin e tyre të shërbimit social që mbështetet nga qeveria edhe nga vetë bashkitë. Vazhdojmë. Kjo është edhe një shifër tjetër dhe këtu do ta mbyllim këtë pjesë. Për nënat e papuna me 3 ose më shumë fëmijë, ne kemi marrë një nisëm që t'ju paguajë qeveria sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në mënyrë që pavarësisht se ato nuk janë në punë, për faktin se kanë 3 ose më shumë fëmijë, të mos mbeten pa pension. Dhe faktikisht janë 25 milion euro çdo vit që qeveria paguan për 9200 nëna të papuna që kanë 3 ose më shumë fëmijë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek mbrojtja, investimet e mbrojtjes, që shihni janë 10 fishuar, ishin 28 milion, kishim ushtrinë më të keq paguar në rajon, se në Europë diskutohet. Sot kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit, ku kemi dhe 2 vende të tjera të NATO-s me gjëra fjala, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, dhe deri në 2030 do të kemi një ushtri të paguar në mesataren e ushtrive të NATO-s, që ju e dini shumë mirë se çfarë vende është të zhvilluara dhe sa të fuqishme janë ekonomikisht. Vazhdoj, kjo është paga mesatare e ushtarakëve, e cila sot është 1550 euro. Vazhdojmë. Vazhdojmë tek pjesa tani e investimeve në qarkun e Beratit, sepse realisht më shqetëson fakti që jeni shumë përballë diellit akoma, unë gjithsesi jam pak më i mbrojtur. Këtu janë investimet në qarkun e Beratit. Për të dhënë një pamje të përgjithshme, sepse ju jeni këtu në Dimal, po nuk keni nga e dini se çfarë është bërë në Skrapar, po themi, ose në Poliçan, dhe nga ana tjetër në tërësi, fatkeqësia e madhe e kësaj shoqërie dhe e këtij populli është që kur hap televizorin në darkë, është e pamundur që të marrësh informacion të vërtet për ekonominë, të marrësh informacion të vërtet për bujqësinë, për arsimin, për shëndetësinë, për gjitha. Ndërkohë që patjetër në çdo vend botës, nëse e merr kamerën të shkosh gjesh një rrugë me gropa, apo nëse e merr kamerën të shkosh gjesh një zyrë që nuk funksionon, e gjen edhe në vendin më të zhvilluar të botës. Ne kemi më shumë se sa çka në vendet e mirë zhvilluara, por ama është një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e Shqipërisë që ka ndryshuar totalisht, edhe që është e pamundur ta gjesh nëpër ekran edhe nëpër portale. Këtu është qarku i Beratit
Dhe po filloj nga kjo, dhe kjo është pothuajse e njëjta për të gjitha qarqet, sepse po të shikoni komentet që bëjnë ata që s'kan idenë se ku bie fshati, ose ata që e kanë lënë prej shumë vitesh fshatin edhe janë jashtë, është që kur do filloni me rrugët e fshatit, s'ka rrugë në fshat, shikoni këtu. Janë bërë 203 projekte me një vlerë 210 milion euro në qarkun e Beratit për 255 kilometra rrugë, ku janë rrugë me asfalt, janë rrugë të bardha, që janë rrugë të cilat nuk janë të asfaltuara, por janë të shtruara, siç janë edhe në vende të Bashkimit Evropian në hapësirat e thella rurale, dhe një pjesë janë rrugë dhe EU, por të investuara dhe të shtruara për të bërë të aksesueshme. Dhe kështu është siguruar 95% akses. Patjetër që hap pas hapi, aty ku është e nevojshme, do të filloj dhe zëvendësimi i rrugëve të bardha dhe i rrugëve të dheut me rrugë me asfalt ose të bardha, por ama kjo është e vërteta. 255 kilometra rrugë fshati të investuara në teritorin e qarkut Berat. Vazhdojmë. Këtu jemi tek ajo që ne e quajmë rigjenerimi urban. Janë 78 projekte, 59 milion euro janë dhënë këtij qarku, dhe se kur kapen keq këta të kënetës, jo ata të mëdhenj, po ata të vegjlit që ushqehen, që pinë në mëngjes ujë kënete para se të bëjnë komente në për rrjetet sociale, thonë po mirë më hajde se tani ca gjërat i solli koha, do bëheshin. Po në fakt koha solli dhe 97-ën. Nga 90-a në 97-ën koha nuk solli në një përmirësim, solli një shkatrim total. Koha nuk i solli 1 milion turist në qarkun e Beratit. I sollën gjithë këto investime dhe gjithë kjo punë komplekse, që nga infrastruktura rrugore tek përmirësimet e jashtëzakonshme, se unë kam qenë këtu në Dimal kur quhej ura vajgurore apo jo. Dhe kur kam ardhur këtu si kryeministër, herën e parë kam ardhur në një përmbytje të tmerrshme ku gjysma ishin të zhytur në balt, jo në ujë. Ishin të zhytur në balt deri në brez në shtëpitë e tyre. Dhe as nuk bëj fjalë të gjeje këtu pllaka edhe të shikoje godina normale. Këtu ishte sikur që rën bomba apo jo. Kështu që këtë Dimal që është sot, nuk e solli koha. Nuk e solli koha, koha mund ta bënte edhe më të shkret dhe më të zymt nëse nuk do të mirë qeverisej, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin vendor. Vazhdojmë. Ashtu sikundër dhe çfarë është Berati sot nuk e solli koha, sepse kur kemi ardhur në fillim, s'kishte rrugë për ta në Berat. Ju dini shumë mirë, në Lushje, merrje kthesën, kputej lidhja. Duhet të hyje pastaj në një rrugë me gropa, edhe kur të arrije në Berat, mund të përfundoje në spital nga bllokimi i veshkave, nga kërcimet në makinë. Apo jo? Dhe në ndërkohë as bëj fjalë të kishte në Berat gjitha ato dyert hapura si sot, ku njerëzit vinë edhe trokasin në bujtina fantastike që hapen për ditë. Ishte Mangalemi